بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء الله والمرسلين. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit me shpërblyer. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Njeriu është krijuar me një natyrë që e shtyn drejt mirësisë, drejt ndihmës së tjetrit dhe drejt kryerjes së veprave që sillin dobi në këtë botë dhe në botën tjetër. Çdo vepër e mirë, sado e vogël të duket në sytë e njerëzve, ka një vlerë të jashtëzakonshme tek Allahu i madhëruar. Islami e ndërton jetën e besimtarit mbi bindjen se mirësia nuk humbet kurrë dhe se çdo sakrificë, çdo fjalë e mirë, çdo buzëqeshje, çdo ndihmë ndaj të varfrit, apo çdo durim për hir të Allahut ruhet me drejtësi të plotë nga krijuesi. Pikërisht, kjo bindje e bën besimtarin të vazhdojë të bëjë mirë edhe kur nuk pret falënderim apo shpërblim nga njerëzit. Allahu i madhëruar, me mëshirën dhe drejtësinë e tij të pakufishme, ka premtuar se nuk do ta lërë pa shpërblim asnjë vepër të mirë të kryer me sinqeritet. Kurani familjar dhe mësimet e profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe udhëzimet e ehlibetit të tij të pastër, paqja qoftë mbi ta të gjithë, e forcojnë vazhdimisht këtë të vërtetë, duke i dhënë besimtarit çdo ditë më shumë shpresë, forcë dhe motivim për të qenë gjithmonë në shërbim të së mirës. Të dashur vëllezër dhe motra, do ju ftoja të ndiqnim së bashku 5 ajete të përzgjedhura për ditën e sotme nga sura Tauba, që janë nga ajeti 118 deri në ajetin 122 të kësaj sureje. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Ai ua pranoi pendimin edhe atyre të tretëve, që mbetën prapa atëherë, kur toka, sado e gjërë, ju duke ngushtë dhe ju shtrënguan shpirtra, aq sa u bindën se nuk ka strehim tjetër përveç Allahut, e pastaj Allahu u dha mëshirë që të pendohen. Me të vërtetë, Allahu pranon pendimin dhe është mëshirëplot. O besimtar, frikësojuni Allahut dhe bëhuni me ata që janë të sinqertë në fjalë dhe në vepra. Banorëve të Medinës dhe beduinëve që janë rreth saj, nuk u lejohet të mos ndjekin të dërguarin e Allahut, as të kursen jetën e tyre para jetës së tij. Kjo është kështu, sepse ata që janë në rrugën e Allahut, sa herë që t'i godas etja, lodhja e uria, dhe sa herë që të shkelin në ndonjë vend ku do t'i zemërojnë mohuesit, apo t'i gjej gjë nga ana e armikut, atyre do t'u shkruhet si vepër e mirë. Me të vërtetë, Allahu nuk do t'u humbë shpërblimin punë mirëve. Gjithashtu, sa herë që ata të shpenzojnë diçka të vogël atë madhe, apo të kapërcejnë çfarëdo lugine në rrugë të Allahut, kjo do t'u shënohet në mënyrë që Allahu t'i shpërblej sipas veprave më të mira që kanë bërë. Nuk është mirë që besimtarët të shkojnë në luftë të gjithë njëherësh, por prej çdo bashkësie një grup të mbetet mbrapa, që të thellohet në mësimin e fesë dhe kështu të këshillojnë popullin e vet mbasi të kthehet nga luftra që t'i friksohet Allahut.
Të dashur vëllezër dhe motra, të dashur dëgjues dhe shikues. Në emisionin e sotëm në programin Trokitje Shpirtërore, do të flasim rreth temës Zoti shpërblen gjithmonë veprën e mirë. Një nga premtimet më të bukura dhe më ngushëlluese që Allahu i Madhëruar u ka dhënë robërve të tij është se asnjë vepër e mirë nuk humbet tek Allahu. Në këtë botë, njeriu mund të mos marrë mirënjohje për mundin e tij, mund të harrohet nga njerëzit ose madje të përballet me padrejtësi. Por Allahu nuk harron kurrë dhe ai sheh gjithçka, dëgjon gjithçka dhe regjistron edhe veprën më të vogël të bërë me sinqeritet. Besimtari nuk punon për duar trokitjet e njerëzve dhe as për lavdinë e kësaj bote. Ai punon për kënaqësinë e Allahut, sepse është i bindur se shpërblimi i Allahut është më i madh, më i drejtë dhe më i përjetshëm. Kjo bindje e bën besimtarin të mos lodhet kurrë, duke bërë mirë dhe kur askush nuk e falenderon ata. Allahu i Madhëruar thot në Kur'anin e Shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim. Vërtet, Allahu nuk e humb shpërblimin e punëmirëve. Ajeti 120 i surës Tauba. Ky ajet është një garanci dhe premtim hynor nga Allahu për ne. Allahu nuk thot se ndonjëherë mund të harrojë një vepër të mirë, por ai deklaron se ai nuk e humb kurrë shpërblimin e çfarëdo lloj vepre të mira. Çdo namaz, çdo sadaka, çdo buzëqeshje, çdo loti derdhur nga frika e Allahut, çdo ndihmë ndaj një njeriu në nevojë dhe çdo fjalë e mirë ruhen tek Allahu derisa robi ta marrë shpërblimin e plot. Në surën Zelzala në ajetin e 7, Allahu i Madhëruar thot: Kush bën një të mirë, qoftë sa pesha një grince, do ta shoh atë. Dhe ky ajet na mëson se tek Allahu nuk ekziston një vepër e parëndësishme. Ndoshta një buzëqeshje që i dhurojmë dikujt, një fjalë ngushëlluese, një gotë ujë për një të etur, ose një lutje e sinqertë për një besimtar, do të jetë arsyeja e shpëtimit ton në ditën e gjykimit. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: Ruajuni nga zjarri, qoftë edhe me gjysmën e një hurme si në mosh. Ky hadith tregon se Allahu nuk shikon madhësinë e dhuratës, por sinqeritetin e zemrës dhe niyetin e pastër. Një vepër e vogël e bërë për hir të Allahut mund të peshojë më shumë se sa një pasuri e madhe e dhënë për shtyje faqe. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: mos e nënvlerëso asnjë vepër të mirë, sepse ndoshta ajo është shkaku i shpëtimit tënd. Sa bukur na mëson ky hadith. Shpesh njeriu mendon se vetëm veprat e mëdha kanë vlerë, ndërsa Islami na mëson të kundërtën. Na mëson se edhe gjërat e vogla vlerësohen dhe ndoshta ndonjëherë mund të bëhen shumë më të mëdha kur ato bëhen me zemër të pastër dhe për hir të Zotit. Një nga emrat më të bukura të Allahut është Ash-Shakur, që do të thotë ai që e vlerëson dhe e shumëfishon veprën e mirë të robit të tij. Askush nuk shpërblen si Allahu. Njerëzit mund të harrojnë një të mirë që u është bërë, por Allahu nuk harron, por e shumëfishon atë veprën e mirë që t'i bën. Allahu thotë në Kur'anin e Shenjtë: Kush vjen me një vepër të mirë, do të ketë 10 fishin e saj. Ajeti 160 i surës An'am. Por mëshira e Allahut nuk ndalet këto. Në një tjetër ajet, Allahu e krahason bamirësinë me një kokër gruri që prodhon 7 kalli dhe në secilin kalli 100 kokra. Dhe ajeti është: Bismillahirrahmanirrahim. Shembulli i atyre që japin pasurinë e tyre në rrugën e Allahut është si një kokër që mbin 7 kalli. Në secilin kalli ka 100 kokra. Allahu u shumëfishon kujt të doj. Ajeti 261 i surës Bekare. Ky është shpërblimi hynor. Ajo që njeriu jep për Allahun nuk humbet kurrë, por kthehet në mënyrë të shumëfishuar. Profeti Muhammed ka thënë: sadakaja kurse si nuk e pakëson pasurinë. Në shikim të parë duket sikur njeriu humbet kur jep, por në realitet ai ka fituar. Ka fituar më shumë, ka fituar kënaqësinë e Allahut, ka fituar bujarinë dhe mirësinë e Zotit të gjithësisë, që atij do t'i kthehet më pas. Allahu jep dhe i hap atij dyert e bereqetit, i hap atij dyert e qetësisë
dhe mirësitë e panumërta. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë, bamirësia e shton jetën dhe e largon varfërinë. Kjo nuk nënkupton vetëm shtimin e viteve të jetës, por edhe shtimin e bereqetit, e mirësisë, e qetësisë dhe dobësisë dhe dobisë së të gjitha këtyre. Një nga shenjat më të mëdha të mëshirës së Allahut është se ai, pra Allahu, e shpërblen edhe qëllimin e mirë e bërë në një vepër. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush synon të bëjë një vepër të mirë dhe nuk arrin ta bëjë atë, Allahu ja shkruan një vepër të plot të mirë për atë robin i cili kishte niyetin e sinqert dhe kishte qëllimin e mirë për ta bërë atë vepër, por nuk ja doli ta bëjë dot, por Allahu gjithsesi ja shkruan atij. Kjo është feja pastër islame. Kjo është bujaria, mirësia e Zotit të gjithësisë. E si mundet që njeriu të jetë kaq koprac, të jetë kaq i verbër dhe shurdh në momente të tilla ku Allahu premton, Allahu të jep shumë të mira dhe ti nuk falenderon? Si mund të jetë njeriu kaq jo falenderues dhe mos mirënjohës ndaj më të mirave që Allahu jep? Prandaj, të mos ja kthejmë shpinën Zotit të gjithësisë, por të ulemi, të reflektojmë mbi vetët tona dhe të falenderojmë Allahun për çdo sekond që na jep jetë, sidomos në ditët e kësaj jete. Sa e madhërisht është Allahu, edhe kur nuk kemi mundësi të bëjmë një të mirë, ai përsëri na e shkruan sepse zemra jon deshte që ta bënte atë të mirë dhe ishte i sinqert në atë punë, dhe Allahu na e shkruan dhe na e shpërblen atë sikur ne e kemi bërë. Një tjetër dhuratë e Allahut është se veprat e mira fshin mëkatet. Allahu thotë, vërtet, veprat e mira i fshin veprat e këqija. Ajeti 114 i surës Hud. Prandaj besimtari nuk dëshpërohet kurrë për gabimet e tij. Ai vendohet, kthehet tek Allahu dhe mbush jetën me vepra të mira, duke shpresuar në faljen dhe mëshirën e Zotit të gjithësisë. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë, kur bën një të mirë, shpejtoje atë, sepse nuk e di se kur do të humbas mundësia. Sa herë që njeriu të thotë do ta bëj nesër, por ndonjëherë e nesërmja nuk vjen kurrë për ne. Për këtë arsye Allahu na urdhëron, prandaj garoni në vepra të mira. Ajeti 148 i surës Bekara. Pra, besimtari nuk garon me të tjerët në pasuri, në pozitë apo në famë, por garon në adhurim, në moral, në bamirësi dhe në shërbimin ndaj njerëzve. Një nga shembujt më madhështor të sinqeritetit gjendet në jetët e Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, mbi Fatimën Zahran, paqja qoftë mbi të, dhe mbi Imam Hasanin dhe Imam Husejnin, paqja qoftë mbi të gjithë. Ata agjëruan 3 ditë dhe megjithse ishin të uritur, çdo mbrëmje ia dhan ushqimin e tyre, një të varfër, një jetimi dhe një rob i lufte. Për këtë sakrificë, Allahu shpalli ajetet e surës Insan, ajetin e 8 dhe ajetin e 9, ku tha, Bismillahirrahmanirrahim. Ata ushqejnë për dashurinë ndaj Allahut, të varfrin, jetimin dhe robin, duke thënë, ne ju ushqejmë vetëm për hir të Allahut, nuk kërkojmë prej ju shpërblim dhe as falënderim. Dhe ky është modeli i besimtarit të vërtet, sepse ai nuk pret falënderim nga njerëzit, sepse e di se shpërblimi i tij është tek Allahu. Imam Husejni paqja qoftë mbi të ka thënë, nevojat e njerëzve që vijnë tek ju janë një begati e Allahut për ju. Prandaj, mos u lodhni prej tyre. Kur dikush na kërkon ndihmë, Allahu na ka dhënë një mundësi për të fituar shpërblim. Sa më shumë njerëz të ndihmojmë, aq më shumë dyer mëshire na hap Allahu. Allahu thotë në Kur'anin e Shenjtë, çdo të mirë që bëni, Allahu e di atë. Ajeti 197 i surës Bekara. Dhe ky ajet na mbush zemrën të gjithëve ne besimtarëve me qetësi dhe begati. Edhe nëse askush nuk e pa sakrificën tënde, mos ke merak. Allahu ishte dëshmitar. Edhe nëse askush nuk të falenderoi, mos ke merak, sepse Allahu e regjistroi atë vepër për ty. Edhe shpërblimi i tij, shpërblimi i Allahut, është më i madh për ty se çdo lavdërim njerëzor në sipërfaqen toksore. Të dashur vëllezër dhe motra,
Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: njeriu më i dashur tek Allahu është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Ky hadith na mëson se besimi nuk kufizohet vetëm në adhurimet personale, por besimtari i mirë është ai që përhap mirësi, pajton zemrat, ndihmon të dobëtit, kujdeset për jetimat, respekton prindërit dhe përpiqet të sjellë dobi në çdo vend ku ai ndodhet. Imam Bakiri, paqja qoftë mbi të, ka thënë: një buzëqeshje ndaj vëllait tënd, besimtar sidomos, është sadaka. Duhet të kujtojmë se shpërblimi më i madh për njeriu nuk gjendet në këtë botë, por gjendet në peshorin e veprave në botën tjetër. Begatitë e kësaj jete janë të përkohshme, ndërsa shpërblimi i Allahut në ahiret është ai i përjetshëm. Allahu premton në Kuranin e Shenjtë dhe thotë: për ata që besuan dhe bën vepra të mira, janë kopshtet e xhenetit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Ajeti 107 i surës Kahf. Pra le ta mbushim jetën tonë me mirësi, sepse pasuria mbetet në këtë botë, fama harrohet dhe pushteti përfundon, ndërsa veprat e mira na shoqërojnë neve deri në ditën e gjykimit. Çdo namaz, çdo sadaka, çdo durim, çdo lutje dhe çdo shërbim ndaj njerëzve është një thesar që Allahu e ruan për robën e tij. E lutim Allahun e madhëruar gjithë së bashku që të na bëjë prej atyre që e adhurojnë Allahun me sinqeritet, që garojnë në vepra të mira, që kërkojnë shpërblimin e Zotit të gjithësisë dhe lutim atë të na falë mëkatet, të na mëshiroj, të na pranoj veprat tona dhe të na bashkoj në xhenetin Firdaus me profetin Muhammed, me familjen e tij të pastër, familjen pra me ehlibetin e profetit Muhammed dhe me gjithë njerëzit e mirë dhe me emrijat e Allahut të madhëruar. Allahu na bëft për atyre të cilët nuk lodhen në përhapjen e fjalës së tij, nuk lodhen duke bërë mirë, dhe na bëft për atyre të cilat besimi dhe bindja në Zotin e gjithësisë na udhëzon në rrugën e drejtë gjithmonë dhe na hap dyert e mëshirës dhe gëzimit dhe marrësisë në këtë jetë dhe shërblimin e Allahut në jetën tjetër. Në këtë moment të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes në përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.